E pe surprizën që u bë Klodit në Ferma VIP, që erdhi e dashura me atë veshjen. E pash. Ishte një vepër arti. Çfarë mendimi ke? Unë kam mendimin dy duk? tipa të çuditshëm, siç janë gjithë njerëzit në individualitetin e tyre të ndryshëm, ata të dy shumë të ndryshëm, por nuk janë shumë karizmatik. Karizmatik. Po, zgjedhja e partnerës, Esma më duket që kishte emrin më. Ersa, më fal. Ersa, nuk e kuptova pse kisha ardhur me Paraqitja saj mas. ashtu. Ai erdhi me hypjen e gomarit si Sancho Pancho ose si Nastradini Braç. Ajo erdhi me mask, do me thënë dy figura për të tërhequr publikun, por zakonisht kur bëjmë veprime për të tërhequr publikun, duhet të dim edhe një gjë tjetër, që tërheqja duhet vi ëmbël, jo për t'ja acaruar njerëzit. Se ja acaroj njerëzit, si e peti? Nuk më pëlqeu. Se ishte kudo në rrjet, me thënë të drejtë. Ishte kudo në rrjet në TikTok, në Instagram. Dhe po t'i lexoje ato komente, shumica nuk ishin pozitive. Do me thënë, kjo tregon që veprimet që ata bën nuk i kanë pëlqyer njerëzve.